Një pyetje për ty, a ke pa ndonjëherë ndaj politikan I cili I thirr njerëzit në tubimin e tina edhe tubimin e cakton para lindjes së diellit? A ke pa ndonjëherë? Jo, kur. As nuk I me pa. Këta po ta them si përgjigje për ata të cilët thojnë Muhamedi alayhi salam u kanë vetëm njeri I cili ka dasht që me pasu njerëzit. Edhe si kur qëta politikan qështo. Si kur t'i shkon kështo, nuk I kisht thirr njerëzit në më grumbullu në sale, në falje para lindjes diellit. Këta nuk e ban kërkush. I thirr hajde njëherë një javë që aty ka ora 10-11 ose në 15 masdite, ama jo para lindjes diellit edhe ata çdo ditë. Kjo ka zënë që ky din është prej Rabbul Alamin I pa prekun prej dorës e insanit. Si të prek dora insanit e ban të dielën në ora 13. Që aty dikon? Mes ditës, masi të qohmi të pim kafën të kthjell me mirë që aty, se para sabahit nuk e thirrëm na kurkan. Kjo është dora njerit, ama kur është dini I paprekun prej Allahut Azza wa Jall është qështo, para sabahit, para lindjes diellit mu qu mu fal, kajt musliman. E lusëm Allahun Azza wa Jall na bo për atyne që pasojmë Muhammedin alayhi salam, an-nabi, al-ummi, alayhi salam.